بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله أوتوري ليبر شرح السنة إمام البربهاري رحمه الله نليبر نتي شرح السنة ثوت والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة. Besimi Islam, pjesa akides ahli sunna është me besu se xheneti është hak, zjarri është hak dhe të dyja janë të krijuara. Xheneti është mbi 7 palë qiej, wa saqfuha al-arsh, dhe kulmi i xhenetit është arshi i Allahut, wan naru tahta al-ard, dhe zjarri është në thellësinë e tokës, thellësinë e 7 të tokës, wa huma makhluqatani, dhe të dyja janë të krijuara. Thot Imam Rabi ibn Hadi rahimahullah, al-imanu bil yawm al-akhir min arkan al-iman, besimi në ditën e gjykimit është shtyllë për shtyllave të imanit. Pjesë e besimit në ditën e gjykimit është me besu xhenetin dhe xhehenemin. Me besu se ne do të ringjallemi, por kjo nuk mjafton nëse nuk e besojmë xhenetin dhe xhehenemin. Al-jannatu jazaa'ul mu'minin, xheneti është vendi për besimtarët, shpërblim për besimtarët, wan naru jazaa'ul kafirin, ndërsa zjarri është vendbanim apo ndëshkim për pabesimtarët, wal mulhidin, për ateistët, wal munafiqin, për hipokritët, wa annahuma haqqa, dhe të dyja janë haq. Wal adillatu ala dhalika, argumentet që flasin lidhje me besimin në se xheneti dhe xhehenemi janë hak, kemi argumente të shumta nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Përmend Imam Buhari rahimahullah dhe Imam Muslim në sahihun e tyre hadith Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, kush dëshmon e thot se nuk ka, pra kush e dëshmon dëshmin se nuk ka të adhuruar me merit, me të drejt përveç Allahut, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, dhe kush dëshmon se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe është i dërguar i tij, wa anna Isa, dhe kush e dëshmon se Isa është Abdullah, është rob i Allahut, wa rasuluhu, dhe është i dërguar i Allahut, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dhe kush dëshmon se fjala, pra kun behu, është krijuar Isai me fjalën kun, dhe është shpirti i Allahut. Është shpirti i Allahut, pra shpirti i Allahut, shpirti që ka krijuar Allahun, jo se shpirti është pjesë e Allahut, sikur naqatullah, devja e Allahut, shtëpia e Allahut, robrit e Allahut, musafirët e Allahut, shpirti i Allahut. Në këtë kontekst duhet kuptohet me të drejtë fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kush dëshmon wal jannatu haq, kush e dëshmon se xheneti është hak, wan naru haq, dhe zjarri është hak, adkhalahu Allahu al-jannah, Allahu do ta fut në xhennet, ala ma kana min al-amal, pra në bazë të veprave të tij. Wa fi hadha al-hadith, në këtë hadithet Sheikh Rabia, Allahu më shëroft, bejanu fadlu të-tauhid, vlera e madhe të tauhidit, wa bejanu dhalal al-jahud, alladhina kafaru bi Isa, në këtë qartësohet devijimi, këtë hadith, po ashtu qartësohet devijimi i jahudive, apo i krishterve, edhe të krishterve dhe jahudve, të cilët thojnë Uzeri është djali i Allahut, apo kristianët të cilët thojnë Isa është djali i Allahut, të dy ekstreme, apo të cilët thonë për Trinitetin. Të gjitha këto
i dëshmon ky hadith dhe i anulon pra. Wa min an-nusus an-nabawiyya allati fiha, nga argumentet e qarta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga argumentet që duhet me besu xhenetin, sigurisht ka të shumta nga Kurani, por Sheikh Rabia rahimahullah ka përmend po ashtu një hadith tjetër në Sahih al-Bukhari dhe Muslim nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thënë: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha tahajjada min al-layl", kur është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fal namazin e natës, ka thënë: "Allahumma lakal hamdu", o Allah, ty takon falënderimi, anta nuru as-samawati wal ard, ti je dritë e qiejve dhe tokës, wa lakal hamdu anta qayyimu as-samawati wal ard, ty takon lavdia, falënderimi, ti je mbajtësi i tokës dhe i qiejve, wa lakal hamdu anta rabbu as-samawati wal ard, ty takon lavdia o Allah, ti je Zot i tokës dhe i qiejve, pra krijuesi, furnizuesi, rregulluesi. Wa lakal hamd wa man fihinna anta al-haqq, ti je i vërteti. Wa wa'duka al-haqq, dhe premtimi yt është hak. Cili premtim? Që do të ringjallemi. Wa wa'duka al-haqq, premtimi yt është hak. Wa qawluka al-haqq, fjala jote, Kur'ani është hak. Wa liqa'uka haqq, takimi me ty o Zoti ynë është i vërtet. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wal jannatu haq", xheneti është hak. "Wan naru haq", zjarri është hak. "Wan nabiyyuna haq", pejgamberët janë të vërtet. "Was sa'atu", çasti, ndodhia, ringjallja është e vërtet. "Allahumma laka aslamt", o Allah, ty tu kemi dorëzu. "Allahumma laka aslamt", pra ty tu kemi nënshtru. "Wa bika amant", ty të kemi besu. "Wa alejke tawakkalt", tek ti jemi mbështetur. "Wa ilejke anabt", tek ti jemi penduar. "Wa bika khasamt", dhe mendimin tënd ne kemi debatuar. "Wa ilejke hakam", tek ti jemi kthyer te vendimet, pra kemi marrë për gjykues. "Faghfir li", më fal mua, "ma qaddamtu wa ma akhart", ato që i kom bo gabimet kaluar dhe ato që i bëjnë të ardhmen. "Wa ma asrartu wa ma alant", dhe ato që i bëj haptas dhe ato që i bëj fshehurazi. "Anta ilahi", ti je i adhuruari im i drejt. "La ilaha illa anta", nuk ka të adhuruar me merit, me të drejt përveç teje. Pra kjo është një nga përshkrimet, para se, dhe këtu ka një edukat të madhe, këtu ka një edukim se si duhet të falendrojmë Allahun. Këtu ka shumë urtësi në këtë hadith. Është ngrit natën pejgamberi alayhis salatu wassalam, përveç namazit tahajjud, e ka lavdruar, e ka madhëruar Allahun subhanahu wa taala, duke përshkruar pra cilësitë e tij, veprat e tij. Pra Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e pëlqen kur robi i drejtohet atij, dhe njeriu gjatë natës duhet fal namaz vullnetar. Ai ishte i dërguar i Allahut dhe gjatë jetës së tij pra ka falur namaz nate. Para se të lutej Allahut me ja fal gabimet, ai e përshkruan te Allahun subhanahu wa taala. Dhe në mesin e këtyre përshkrimeve, anta al-jannatu, me këtë po don me argumentu Sheikh Rabia, Allahu më shëroft, al-jannatu haq wan naru haq. Pra xheneti është hak dhe xhehenami janë hak. Mëtej i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, ka thënë autori, Allahu më shiroft, wa annahuma makhluqatani, të dyja janë të krijuara. Xheneti dhe xhehenami i ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Yani min al-imani, nga besimi ahli sunna është an ya'taqid al-muslim, duhet ta ketë bindje muslimani. Duhet ta ketë bindje muslimani. Se bi anna al-jannata wan-nar makhluqatani. Përveç që janë hak, për shembull, dita e gjykimit është hak, po ende nuk ka ndodhur. Për ato ka mahsherit ende nuk ka ndodhur. Shfaqja e dëgjallit ende nuk ka ndodhur. Shenjat e mëdha të kiametit ne i besojmë, por ende nuk ka ndodhur. Por
xheneti dhe xhehenemi i ka krijuar Allahu. I ka krijuar Allahu. Pra, tani, në këtë orë që ne jemi, ne nuk e shohim diellin. Ne nuk e shohim diellin. Por dielli tani më ekziston. Pra, nesër me mëngjes të gjitha shohim diellin. Kështu është dita e gjykimit, kështu është xheneti dhe xhehenemi. Ne vetëm nuk i shohim deri në ditën e gjykimit. Por që tani me ne duhet i kemi bindje që ekzistojnë. Është diçka e pa kontestueshme. Ka shumë argumentet nga Kurani, nga Suneti i pejgamberit alayhisalatu wassalam, por a nuk na mjafton argumenti i qartë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa xhenetin dhe xhehenemin. Me sytë e tij. Ja ka mundsuar Allahu subhanahu wa taala me pa xhenetin dhe xhehenemin. Pra i ka pa. Ndaj ka 3 kategori të besueshmërisë. Pra njeriu kur dëgjon, njeriu kur e mëson teori diçka, e beson bindshëm. Mirë po kur e sheh me sy, e beson edhe më bindshëm. Mirë po kur e praktikon dhe e shijon, e sheh atëherë haqqal yaqin. Kështu pra, njeriu kur e sheh dëgjon për një diçka e beson. Kur e sheh, shtohet bindja. Mirë po kur e përjeton ti, atëherë bindjen e ki edhe më të madhe. Kështu është xheneti dhe xhehenemi. Pra kështu është bindja, besimi në xhenet dhe në xhehenem. Prandaj, la kama yaz'amu al-mu'tazilatu ad-dhullal. Jo, siç pretendojnë mu'tazilet, të devijuarit, të cilët thonë أن الجنة والنار لم يخلقهم الله سبحانه وتعالى. Ata thonë mu'tazilet nuk i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Pra mu'tazilet janë fraksion i devijuar dhe shumica e fraksioneve që devijojnë në çështjet e akides është për shkak të përparësisë që japin ata logjikës së tyre, devijimit dhe ikjes kuptimit selefit. Pra rruga salafus salih, rruga e selefit është rruga e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çfarë ka thënë Allahu subhanahu wa taala? Wa ma yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Kush ndjek rrugë tjetër, kush e kundërshton rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pasi që është qartësuar dhe wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dhe ndjek rrugë tjetër jashtë rrugës së besimtarëve, nuwallihi ma tawalla, pra e lejmë të devijuar, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, vend për të do të jetë zjarri. Ky është një prej argumenteve më të qarta që ne duhet me ndjek selefin. Ne duhet me pas akiden selefite, menhexhin selefi, moralin selefi. Pra nuk ka emërtim më të nderuar se sa të themi ne jemi selefi, ahli sunna. Pra po thirremi në rrugën e sahabeve. Çfarë është për qëllim selefi? Selefi është për qëllim sahabët, ata të cilët e kanë tubuar Kur'anin, ata të cilët e kanë shkruar Kur'anin, ata të cilët kanë bërë luftën e Bedrit, kanë bërë luftën e Uhudit, luftën e Hendekut. Këta janë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Si ka mundësi dikush të pretendoj që logjikat e njerëzve që vinë shekujt më vonë janë më të logjikshëm se sa e më kuptim më thellë se sa mendjet edhe të kuptimi i sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prandaj, mu'tazilet kanë devijuar këtë pikë dhe kanë thënë se xheneti dhe xhehenemi nuk janë të krijuar. I krijon Allahu në ditën e gjykimit dhe kanë hedhur dyshime. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Wasari'u, nxitoni ila maghfiratin min rabbikum. Nxitoni në kërkim falje, pendohuni të Zotit juaj, wa jannatin, pra ganoni me fitu xhenetin ardhuha as-samawati wal ard. Gjërësia të cilit është sa qiejt dhe toka. Pastaj thash çfarë thot Allahu? Uiddat, është përgadit. Uiddat, e ka përgadit Allahu, e ka kriju Allahu. Për kënd? Lil muttaqin, për të devotshmit, ata që i kanë frikën e Allahut. Argument i qartë, uiddat lil muttaqin. Pra, xheneti, gjërësia të cilit është sa qiejt dhe toka. Uiddat,
Pra nuk ka thënë Allahu do ta përgatis për besimtarët, mirë po është përgatit. Është krijuar. Sabiqu ila maghfiratin. Po ashtu Allahu në ajet tjetër, për është ajetet ngjashme. Sabiqu, nxitonin kërkim faljen të Zotit ju. Wa jannatin ardhuha. Dhe drejt xhenetit, ardhuha, gjërësia të cilit është ka ardhi s-samai wal arsa, gjërësia tokës dhe qiejve. Uiddat. Po ashtu thot Allahu në ajet tjetër, është përgatitur për kënd lilladhina amanu billahi wa rasulih. Ata që besojnë Allahun dhe besojnë të dërguarit e tij. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kjo është mirësia e Allahut. Kjo është mirësia e Allahut që kujt don Allahu ja. Pastaj çfarë thot Allahu? Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Po dyshonin atë që ka pa Muhamedi alayhi salatu wassalam? Ai natën e Mirajit. Ai ka pa për herë të dytë. Kënë ka pa kemi shpjeguar derisa të kaluar Xhibrilin. Melekun Xhibril, një herë pranë tokë edhe një herë në qiell. Vetëm 2 herë e ka pa në formën cilën e ka krijuar Allahu melekun Xhibril. Pra me 600 krah. Një krah mbulon një horizont. Melek prej melekëve të Allahut, meleku më i nderuar. Ar-Ruh, Allahu e ka emërtuar ndryshe melekun Xhibril shpirti. Pse shpirti? Sepse ai ka pas përgjegjësi zbritjen e shpallive. Pra Tevrati, Injili, Zaburi, Suhuf Ibrahim o Musa. Dhe në fund, vula e librave të Allahut, Kurani ka ardhur nëpërmjet melekut Xhibril. Toka njerëzit pa Kur'an janë të vdekur. Trupi pa shpirt është i vdekur. Pra kalbet, i vjen era, shkatrohet. Kështu është toka pa Islam. Shkatrohet, i vjen era, çdo sa prishet. Prandaj shpirt është Islami. Pra të jap gjallërinë, jetën, familjen, gjitha të mirat në dunja edhe në ahiret. Për këtë ka emërtuar Allahu Ar-Ruh, shpirt, melekun Xhibril. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Tepama Sidratul Muntaha, pastaj ka thënë indaha jannatul ma'wa. Aty është xheneti. Al-ma'wa, vendi që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Argumenti i qartë që xheneti është i krijuar. Pastaj çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Hadhihi an-nusus al-Qur'aniyya. Thot Sheikhu Allah mëshirof Sheikh Rabia, këto janë argumentet Kuranit të dullu bi wuduh, të cilat aludojnë në qartësi, me qartësien të qarta, ala anë al-jannata, se xheneti është mu'addatu lil muttaqin, vend i përgatitur për besimtarët, wa mawjuda, edhe ekziston tani, wa makhluqa fi'lan, është i krijuar. Wa annaha fi as-sama, ajo është mbi qiell. Wa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, ra'aha, e ka pa xhenetin, lejlatan urija bihi ila as-sama, në natën që është ngritur në qiell. Allahu thot: "Wa illam taf'alu wa lan taf'alu, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar." Keni frikë zjarrin. Keni frikë zjarrin. Allati waquduha an-nas wal hijara, lenda djegse e zjarrit të cilët janë njerëzit dhe gurët. Pastaj çfarë thot Allahu? Uiddat, është përgatitur lil kafirin, për pabesimtarët. Është përgatitur për pabesimtarët. Pra uiddat, është përgatitur, është krijuar. Po ashtu Allahu thot suratul Furqan, bel kadhabu bis-sa'a. Madje pabesimtarët e përgënjeshtruan ditën e gjykimit. Es-sa'a është ora çastit kur do ndodh kataklizma, kur do ndodh dita e Kiametit. Wa a'tadna liman kadhaba bis-sa'ati. Dhe ne kemi përgatitur për atë që përgënjeshtrojnë ditën e gjykimit. Sa'ira, zjarr flakrues. Çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala? Labithina fi ahqaba. Pra aty do të jetojnë për gjithmonë. Fa hadhihi al-ayat al-karimat, këto argumentet nga Kurani fisnike, tadullu bi wuduh, argumente qarta që zjarri është i krijuar dhe ka përgatitur Allahu për pabesimtarët. Wa min as-sunnah al-hadith al-atiyah. Kemi nga suneti argumente që flasin që xhenetin e ka krijuar Allahu.
E përmend Imam Bukhari, po ashtu Muslim, muttafaqun alayh, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala, ka thënë Allahu, hadith kutsi, a'dadtu li ibadi, kam përgatitur për robërit e mi, as-salihin, për robërit e mi të mirë, ma la aynun ra'at, çka syri s'ka pa, wala udhunun sami'at, as veshi s'ka dëgju, wala khatara ala qalbi bashar, as ka mujt as njëherë me ndje zemra njeriut. S'mundet me imagjinu njeriu çka ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala për robën e tij. Faqra'u in shi'tum, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, lexoni fjalën e Allahut, lexoni. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Njeriu askush nuk mund me ditë çka është fsheh për robën e tij në xhenet. Min qurrati a'yun, çka ja kënaq synin, qurrati a'yun, që qetëson shpirtin. Qurrati a'yun, pra diçka që e kënaq synin, nuk mund asnjëherë njeriu nuk mund të imagjinoj bukuritë e xhenetit ashtu siç i ka përgatitur Allahu realisht. Pra ukhfiya është fshehur. Nuk mundet as është fshehur edhe për zemrën. Për zemrën, për syrin, për dëgjimin, por edhe për zemrën. Pra nuk mundet njeriu sado që të mendoj mirë. Pra shpesh a ka kët, a ka atë. Njerëzit shpesh pyesin, a ka në xhenet kët? Thua ti se ka diçka të mirë në këtë dunjë që po të mungoj ka ty në xhenet. Pra dyshim dyshim që vjen. Prandaj çdo herë kur ti mendon që atë mungon diçka, ai mungon robi diçka në xhenet, vetëm e kujton këtë hadith, wa ma khatara ala qalbi bashar. Pra nuk zemra njeriu nuk mundet me imagjinu njeriu asnjëherë të mirë, sado që të mendon njeriu për bukuritë që i ka krijuar Allahu në xhenet, mjafton para si me hin xhenet. Vetëm një burim i xhenetit që na vjen, i Kauthar që na vjen. Vetëm ai na mjafton. Si argument. Pra, inna atajnaka al-Kauthar, ne ta kemi dhënë ti Muhammed al-Kauthar, burim xhenet. Pa hin xhenet ne kemi pi, shpresojmë te Allahu se do të pim në ujin e haudit, në pusin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe një prej kushteve është me qëndru në sunne, mos me deviju. Pra, do të vinë kohra të vështira, sikur njeriu e ka të vështirë me kap një gacë në dorën e tij, prush. Pra është e vështirë, por ai që është i vendosur, pra para se të mendoj që do t'i djegët dora ati pra në mënyrë figurative, nëse i djegët në këtë dunja dora, ma mirë se sa djegët në zjarë në ditën e gjykimit. Por këtu qëllimi qëndrueshmërinë që duhet me pasë në fe. Kjo shembull që mos më ra, mos më prek zjarri i xhehenamit. Fasbiru, bani durim në Kur'an edhe në Sunne, hatta talqawni ala al-hawd, derisa të takohem në haud. Pra, ata që thonë që xheneti i xhehenamit nuk janë krijuar, nuk janë të krijuar, apo ata që mohojnë haudin, apo gjanat hadithe të ndryshme, ata s'mund të pinë nga haudi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por mjafton që ne nëse njeriu një herë që pin ujin në haud, asnjëherë mu nuk ka mu ishtu. Pra kjo të jep shenjën e parë, sinjali i parë ditën e gjykimit që është bukuritë e xhenetit. Një herë ki me pjoj, s'ke mu ishtu mu kur. Pra, e kur hynë robi në xhenet, cila është fjala e parë që thot, Elhamdulillahi alladhi hadana, lavdia i qoftë Allahut që na ka udhëzuar në çka? Në Islam. Islami është suneti. Çfarë thot në fillim të librit Imam Al-Barbahari rahimullah, as-sunnah huwa al-islam wal islam huwa as-sunnah. Pra Islami është suneti, suneti është Islami. Pra kjo është çështje që duhet me qenë shumë rigoroz, shumë i prerur këtë çështje. Pra Islami nuk është figurativisht unë jam musliman përfundon çdo gjë. Por suneti është dhe Kur'anin të pandashme. Të pandara, nuk shkputën. Ne në Kur'an nuk e gjejmë faljen e namazit, formën e namazit, sa rekate i kemi. Pra një prej argumenteve më të qarta që domosdoshmëria, lidhshmëria mes Kur'anit dhe sunetit është e pandashme, wahyun, shpallje. Shpallje. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Çka t'ja u pejgamberi sa të mirni, wa ma nahakum anhu fantahu, çka t'ja u dalon largoni.
Suneti është shpallje. Suneti pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prandaj ma la aynun ra'at, ka përgatitur Allahu çka syni s'ka pa, veshi s'ka dëgjuar dhe as zemra nuk e ndjen. Nuk mundesh me perceptu. Pra kjo është argument që ka përgatitur, ka krijuar Allahu. An Imran ibn Husayn an Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Imam Bukhari. Imran ibn Husayn ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ittala'tu fil jannah, e kam pa, ittala'tu, kam vështruar, kam pa, ka pa me sy pejgamberi alayhis salatu wassalam xhenetin. Fara'aytu aktharu ahluha al-fuqara, shumica banorëve të zjarrit janë fuqara. Wattala'tu fi an-nar, dhe kam vështruar zjarrin. Fara'aytu aktharu ahluha an-nisa, shumica banorëve të zjarrit janë gra. Dhe a më i mirë është me qenë fukara, a me qenë i pasur? Mos gabofsha Ibnul Qayyim apo Sheikhul Islami? Ibnul Qayyim rahimahullah e përmendin që sepse të dyja janë rrugë që njeriu t'ia lehtësojnë rrugën e drejt xhenetit. Pra, i pasuri dhe i varfri. I pasuri, e dini, kur kanë ardhur disa fukara te pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thonë i dërguari i Allahut, ne po falemi, të pasurit po falen, ne agjërojmë, të pasurit agjërojnë. Por kur po japin sadakat e ne s'po kemi. Pra kjo është garë në devotshmëri, kjo është garë me fitu xhenetin. Nuk po dojnë, pra ku është gara e sahabeve? Se kush me qenë më i pari në vepra të mira. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha që pas e bëni një vepër që askush s'mundet m'ju zon juve. Thuani pas çdo farzi 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Dhe këta fukara më një herë. Por kur të pasurit i pan të varfrit ke veprim, edhe ata e bënin veprim të tillë. Pra perdhen mua në ku të varfrit. Tani i dërguari i Allahut, o i dërguari i Allahut, edhe ata tani po e bojnë një gjë të tillë. Pra edhe këta po bojnë tasbih. Çfarë tha pejgamberi alayhis salatu wasallam? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kjo mirësia e Allahut që jep Allahu kujt e do. Me qenë i pasur është mirësia e Allahut. Amo për ata mirësia e Allahut për ata sahabët që kanë qenë të pasur, sikur ka qenë Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu që i ka dhënë afër 300 deve në luftën e Usrit, e vështirës, luftën e Tebukut. Siç ka qenë Abu Bekri, që dietarët e diskutojnë njeriu alijohet krejt pasurinë me dhon, por në raste specifike si Abu Bekri që s'ka pas frikë varfris, lejohet. Por jo një njeri i rëndom që ka gajdet e dunjas, apo është i ngarkuar me përgjithësi. Jo njerëz në përgjithësi duhet me dhon këtë pasurinë. Por Abu Bekri ka dhënë gjysën e pasurisë. Pra, me qeni pasur në devotshmëri, pra e jap zakatin, jap sadak, ndërton xhami për hap davën selefie, i ndihmon njerëzve, e kryen haxhin, i respekton prindrit, është mirësia e Allahut me qeni pasur. Dhe i varfër sprovohesh me ndurim. Pra, ke frikën e Allahut. Shumë njerëz varfëria i kthen rrugën e Allahut. Pra sa kemi ne, për shembull, në vende të ndryshme të Evropës që uzohen në Kur'an dhe në Sunë njerëz të cilët për Pejburgit kanë ardhur selefie. Pra kanë bëu vepra të këqija, janë uzu, nuk e din ti ku vjen hajri. Pra edhe varfënia njerëzit mund t'i drejtojë mirë, po varfëria mund të jetë rrezikshme. Mund të jetë rrezikshme që njerëzit për shkak të varfërisë betohen rrejshëm në tregti, mashtrojnë, detyrohen, marrin kredite, mashtrohen, marrin pasuritë ndaluar në mënyra jo të lehtëshme, por këtë dietarët thonë që më i mirë është ai që është më i devotshëm. Pra, çaj që është më i devotshëm është më i miri. A ke i pasur, a ke i varfër, kjo është por shumica që kanë fituar sepse zakonisht të pasurit devijojnë lej fitin. Një pjesë sepse pasuria është i mashtron njerëzit, vigjozi, vepra të ndryshme, pra muzika, pra devijojnë. Një pjesë e madhe njerëzve të devijojnë. Për këtë, ky është një argument që e ka krijuar Allahu xhenetin dhe xhehenemin. Po ashtu ka thënë Ibn Omer radiallahu anhu, o është hadithi në Bukhari dhe Muslim, inna ahadakum, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum
Dë njëri për jush, idha mate uridha alehi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Kur vdes dë njëri për jush, gjithë se cili do t'i shfaqet, vendi ti ku e ka në zjarë. Uridha alehi maq'aduhu, vendi ti ku e ka në xhenet apo në zjarë, vendi ti. Mëngjes dhe mbrëmje. In kana min ahli al-janna fa min ahli al-janna. Nëse është banori i xhenetit i shfaqet vendi i tij në xhenet. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Nëse banori i zjarrit do të shfaqet vendi i tij në zjarr. Dhe i thuhet atij në varr, në jetën vorreza. Hadha maq'aduka. Pra, idha kur vdes, i thuhet atij hadha maq'aduka, ky është vendi yt. Hatta yab'athaka Allahu ila yawm al-qiyamah. Pra, e sheh njeriu vendin e tij. Derisa të ndrinjallë në ditën e gjykimit. Po ashtu ka argumente të ndryshme. Ka thënë autori Imam Al-Barbahari rahimullah, al-jannatu fi as-sama'i as-sabi'a wa saqfuha al-'arsh. Xheneti është mbi 7 palqej dhe kulmi saqfuha al-'arsh, është arshi i Allahut. والنار تحت الأرض السابعة السفلى. Zjarri është thellësinë e tokës 7. Kjo fjalë e Imam Barbaharit rahimullah, thot Sheikh Rabia, na orienton drejt një hadithi ku pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë, hadithi është në Bukhari, transmeton Abu Huraira, men amana billahi wa bi rasulih, kush beson Allahun dhe të dërguarin e tij, wa aqama as-salah, ka thënë pejgamberi sa, dhe fal namazin, wa sama Ramadan, agjon Ramazanin, kana haqqan ala Allah an yudkhilahu al-janna. Allahu pra do ta fut në xhenet këtë njeri. Jahada fi sabilillah. Njeriu që bën xhihad rrugën e Allahut, au jalasa fi ardhi, apo ulet në tokën e tij, rrin tokën e tij allati ulida fiha, pra në cilën kalin, fa qalu ya Rasulullah. Pra pavarësisht a bën xhihad apo qëndron në shtëpinë e tij, Allahu do ta fut në xhenet. Pra ai që beson Allahun, beson të dërguarin e tij. Fal namazin, jep zakatin. Fa qalu ya Rasulullah afala nubashshir an-nas, kan thonë i dërguari Allahut, atë ju japim mysh dhe njerëzve. Pra, t'ju japim lajm të mirë njerëzve. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, inna fil jannati 100 daraja. Xheneti ka 100 gradë, 100 shkallë. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Dhe ka përgatitur Allahu për mujahidën rrugën e Allahut, ma baina ad-darajatayn. Pra në mes një shkallën tjetër, mes katin tjetër, ka ma baina as-sama'i wal ardh, sikur është toka dhe qielli, dallim. Pra, do të hyjnë në xhenet edhe besimtarët që rrin tokën e tyre, s'marrin pjesë. Pra, sikur nuk e kanë pikën e lartë sikur mujahidët. Mirë, po çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Fa idha sa'altumullaha fasalul firdaus. Ku të luteni Allahut për xhenet, lutni Allahun që m'ia dhon firdausin. Fa innahu awsatul janna. Sepse ai është mesi i xhenetit, wa ala al-janna. Dhe është firdausi është më i lartë në xhenet. Arahu fawqa al-'arshi ar-rahman. E shoh atë që është mbi, arahu fawqahu arshur rahman. Pra mbi të është, mbi firdaus është arshi i Allahut. Wa minhu, arshi të gjithëmëshirshmit. Wa minhu tafajjar anharul janna. Wa minhu tafajjara anharul janna. Dhe nga ty burojnë lumejt e xhenetit. Pra argument që arshi është mbi xhennet. Ndërsa an-naru fi sijjin, ndërsa zjarri është në vendin sijjin, fi asfal as-safilin, vendin më të ulët. Na'udhu billahi minha. Po ashtu pjesa tjetër, ka thënë Imam Barbahar rahimullah, la tafniyani abada. Asnjëherë nuk shuhet zjarri dhe xheneti. Baqa'uhuma ma baqa'i Allahi abada al-abadain wa dahr ad-dahrain. Çdo herë do të jetë xheneti dhe xhehenami. Pra nuk do të përfundojnë. Nuk do të përfundojnë. Allahu subhanahu wa ta'ala përshkruan argumente të ndryshme ku Allahu ka thënë la yadhuquna fiha, nuk do ta ndjejnë asnjëherë vdekjen njerëzit në ditën e gjykimit, illa al-mautat al-ula, përveç vdekjes së parë. Wa waqahum
adhab al-jahim, dhe do t'i mbron nga ndëshkimi i ashpër. La yadhuqun yad'un fiha bi kulli fakihatin aminin, la yadhuqun, pra ata që hyn xhenet, la yadhuqun fiha al-mauta, nuk do ta shijojnë vdekjen. Pra s'ka me vdekje. Illa mautat al-ula, përveç vdekjes së parë. Cila është e vdekje? Vdekja e kësaj dunjaje. Pra argument nga Kurani suratu Dukhan, Allahu përshkruan se inal muttaqina fi maqamin amin, të devotshmit ata që kanë frikën e Allahut janë në vend sigurt. Fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqab. Përshkruan Allahu çfarë veshje të mira, çfarë vende të mira do të kenë hyria të xhenetit, pra pemë të mira të sigurt, la yadhuquna fiha, nuk do të shijojnë vdekjen pos vdekjes së parë. E ka qartësuar Allahu në Kur'an, s'ka më vdekje. Po ashtu, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, për pabesimtarët, inë alladhina kafaru wa zalamu, ata që ka bo qyfër Allahu dhe padrejtësi, lem yakunillahu liyaghfira lahum, Allahu nuk i falë të tillët, wala liyahdum tariqa, as nuk i udhëzon rrugën e drejtë, illa tariqa jahannam, përveç rrugës xhehenamit, khalidina fiha abada. Aty do të jetojnë për çdo herë. Pra asnjëherë. Allahu thot surën tjetër, "Wa ma hum bi kharijin min an-nar", nuk do të dalin nga zjarri i xhehenamit. Nuk do të dalin nga zjarri i xhehenamit. Dhe argument nga suneti, dhe me këtë po e mbyllim, hadith akhrajahu Imam Bukhari wa Muslim, hadith Abi Sa'id al-Khudri, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil mauti, do të vije vdekja. Do të vije, yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah. Pra kur hyn banorët në xhenet dhe banorët në zjarr, pra të përfundon çdo sen, do të sillet një dash, pra me dy brina. Ka hay'ati kabshin amlah fa yunadi munadin. Dhe do t'i thuhet banorëve, do të thirret një thirrje. Ja ahlul janna, o banorët e xhenetit, fa yashtaribun wa yanzurun, pra do të shikojnë. Hel ta'rifuna hadha? Do t'ju thuhet atyne, a dini çka është kjo? Fa yaquluna na'am hadha al-maut. Do thonë po, kjo është vdekja, sepse do të bëhet therja e këtij dashi. Çka është kjo? Vdekja. Pra e shohin që vdiq. Wa kulluhum qad ra'ahu. Të gjithë e shohin atë. Thumma yunadi, pastaj do thirret një thirrje. Ja ahlen nar, o banorët e zjarrit, feshra ibuna wa yanzurun, do të kthehen duke shikuar, fe yaqul hal ta'rifuna hadha, i thuhet a dini çka është kjo? Fe yaquluna na'am, do thon po, kjo është vdekja. Wa kullu qad ra'ahu fa yuzbah, do të gjithë e shohin dhe ajo bëhet therrja e saj. Thumma yaqul, pastaj thuhet, ja ahlal janna, o banorët e xhenetit, khuludun fala mauta, për gjithherë, për herë, çdo herë, khulud, la mauta, s'ka vdekje. Wa ja ahlen nar, o banorët e zjarrit, khuludun fala maut, për çdo herë do jeni aty, s'ka vdekje. Thumma qara'a, pastaj ka cituar ajeti kuranor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflah. Para lajmëroj, anzir, indhar, pra çortoj, epjo pra indhar, para lajmëroj njerëzit, yawm al-hasra, për ditën e dëshpërimit. Hasra, pra njeriu kur dëshpërohet, pra një diçka me i humb këtë dunja, dëshpërohet, duke përmend çfarë kam bon, pse bora këtë, pse bona atë. Por Allahu, dëshpërimi më i madh është dëshpërimi nëse vdes pa iman. Wa anzirhum, para lajmëroj ata, indhar. Dhe çfarë para lajmërimi? Ka dalë pejgamberi alayhissalatu wassalam në Mekka, ka mundhiri gjesh, pra sikur një komandant të ushtrie që i thot, është duke na uvërsul dikush me na shkatru të gjithëve. Pra ka mundhiri gjeshin, vjen me një lajm, apo dikush vjen edhe me një lajm dhe thot, ikni nëse nuk i largoni, do t'ju shkatron një ushtri. Ka është duke ardhur me ju shkatru të gjithëve. Pra shqetësimi i njeriu kur vjen me këtë lajm është shumë i madh. Zëri i tij, dëgjimi i tij, pra s'është moment për të qeshur. Wa anzirhum, në këtë mënyrë pejgamberi alayhissalatu wassalam ka dalë, ju ka thënë mushrikëve. Kanë thënë, a për këtë na kem ledh? A për këtë na kem ledh? Për këtë na ketu bu? Ebu Lehebi, Ubej ibn Khalaf, Abu Jahli,
Wa anzirhum yawm al-hasra, për ditën e dëshpërimit, hasra. Idh qudiya al-amru, kur përfundon çdo gjë. Qudiya al-amru, pra zjarr ju në xhenna. Wa hum fi ghafla, ata janë pa vëmendshëm. Wa haula'i fi ghaflatin ahli ad-dunya. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të tillët që janë ghafle janë pra njerëz të angazhuar pas dunjas, wa hum la yu'minun, ata që nuk besojnë. Wa hum la yu'minun, ata të cilët nuk besojnë. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që na forcojnë bindje të thellë që xheneti është hak, zjarri është hak, dhe të dyja i ka krijuar Allahu dhe për herë do të jenë dhe asnjëherë nuk do të përfundojnë. Allahu na bëf për banorëve të xhenetit dhe na ruaj nga zjarri dhe çdo vepër e cila na çon dhe na shpije drejt zjarrit. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.